Në atmosferën solemne të Pashkëve, Papa Leoni XIV ka kremtuar për herë të parë këtë festë si udhëheqës i Kishës Katolike, duke udhëhequr meshën në sheshin Shën Pjetri përpara mijëra besimtarëve. Chi ha in mano armi le deponga, chi ha il potere di scatenare guerre, scelga la pace, non una pace perseguita con la forza, ma con il dialogo, non con la volontà di dominare l'altro, ma di incontrarlo. Në mesazhin e tij tradicional, ai bën thirrje për shpresë dhe forcë shpirtërore, duke i ftuar besimtarët të mos dorëzohen përballë frikës, luftës dhe padrejtësive që po prekin botën. Gjatë ceremonisë, Papa dha edhe sakramentet e pagëzimit për besimtarët e rinj nga vende të ndryshme, ndërsa theksoi simbolikën e ringjalljes së Jezu Krishtit si një mesazh drite dhe bashkimi për njerëzimin. Këtë vit festimet u zhvilluan në hijen e konflikteve të vazhdueshme, veçanërisht në lindjen e mesme, ku tensionet ka kufizuar ndjeshëm ceremoni tradicionale në vende të shenjta si Jeruzalemi. Papa bëri apel për më shumë angazhim ndërkombëtar për paqe duke theksuar se lufta dhe izolimi vazhdojnë të ndajnë popujt. Pashkët e këtij viti mbatin edhe një ngarkesë të veçantë emocionale, pasi përcaktoi me kujtimin e daljes së fundit të publike të Papa Francesku, i cili u shfaq për herë të fundit gjatë kësaj feste një vit më parë. Megjithatë, pavarësisht sfidave globale, besimtarët në mbar botën vijojnë ta shohin këtë ditë si simbol të shpresës, besimit dhe ringjalljes.